A bëhen studimet me fillës, po marrë një shembull, që mua më ka bërë përshtypje. Po marrë një shembull konkret. Është rruga midis shkollës Kosova dhe liceut artistik. Se di si e ka emrin që zbret poshtë për tek televizionet dhe të kryeministria. Ajo është një rrugë kur në momentin që prindrit çojnë fëmijët dhe marrin fëmijët, aty bllokohet, edhe policët nuk kanë çfarë bëjnë me thënë vërtetën, sepse bllokohet nga makinat e prindërve që marrin fëmijës në mos ku ka rreshtë, ku ka shi. Tani aty kam parë që aty gjysma e rrugës është bllokuar për shkak të një ndryshimi që nuk e di kush e ka bërë. Po normalisht. Aty një dhe aty para kryeministrisë, para vajtut e kryeministrisë. Kryeministria mund të ketë një arsye, është kryeministria, etj, mund të ketë element të caktuar që për çështje sigurie, institucione qendrore etj. Po te kjo rruga për shembull, kush e ka, ai që e ka bërë, a këta njerëz a kalojnë, a e kuptojnë që ajo rrugë, edhe ai sa ishte e madhe, bllokohej kur ka një kur fillon shkolla. Logjika që marrin shembull konkret, pra logjika është si e bllokon ti këtë rrugën për shembull. Pra a ndërlidhet kush, bashkia, pushteti qendror, policia, a komunikojnë kur bëjnë këto ndryshime të rëndësishme? Po, tani duhet thënë kjo, doon që kur bën këto lloj ndryshimesh, përveç kësaj që keni konstatuar. Po marrë një shembull konkret se këtë e kuptojmë më mirë. Po marrë një shembull tjetër, doon përveç kësaj. Përveç kësaj kemi rrugën e Durrësit. Rruga e Durrësit ka doon parametra teknik të tillë që krijon mundësinë për të qarkulluar në dy sense. Tani ai ka bërë me një sens, duke bërë me një sens. Vetëm kaq, ata janë bllokuar disa. Po, duke menjanuar trafiku në drejtim të rrugës Mine Peza, aty te Don Bosqa krijohet një fluks i papar automjetësh dhe një bllokim artificial i automjetëve. Krijon fluks të madh, radhë të gjata dhe krijon dhe nervozizëm tek përdoruesët e mjeteve. Kjo duhet parë, duhet nga specialistë të policisë rrugore. Pra, ekzistojnë këto struktura? Prandaj këtu duhet dalë, nëpërmjet endit pronat rrugës Bashkia dhe ekspertë të sigurisë rrugore me qëllim që për të bëjnë ndryshime për sa i përket infrastrukturës në qendrat e banuara, patjetër që policia rrugore, drejtoria e policisë rrugore dhe komisariat. Sepse tani ka filluar shkolla, mbajeni mend, kur të filloj shiu, pavarësisht se aty do mbledh gjysmë rrugë, prapë aty do parkojnë prindit e shkencës, do marrin fëmijë. Tani rrugë e Durrësit, rrugë e Durrësit për shembull kemi korsi biçikletash 2 krah, me 2 metra në një krah, në krahun e majt, 2 metra krahun e djathtë. Me çfarë fjalë, dhe kjo rrugë që mund këtu është bllokuar gjysma nga biçikletat. Dhe prapë biçikletat e shoqërisë mjetet e shërbimit publik, autobusat, furgonat mund të qarkullojnë në drejtim të kundër nga sheshi Skënderbej në drejtim të rrethullimit Zogu i Zi. Kjo do të lehtësoj trafikun. Ne do shmangte incident. Me sa di unë, nuk po flas zyrtarisht, unë thjesht ndjek për pasion çështjen e sigurisë rrugore, po në letër ekziston detyrimi ose themi ajo bashkëpunimi për sa herë që bëhen ndryshime të rrugëve ose zgjerime të rrugëve, vijime etj. Por me sa di unë nuk ka funksionuar mirë deri më sot. Ndërsa aktualisht me financim të Bashkimit Evropian është ndërtuar strategjia e sigurisë rrugore deri në vitin 30, kur me shpresë do të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian, është bërë një punë me vërtet e mrekullueshme, të paktën nga studimi, pikërisht dhe janë adresuar pikërisht këto të meta të derisotme. Që në qoftë se Bashkia vendos që tek rruga Elbasanit ku kryqëzohet me liceun në shkollën Kosova, ti do bësh një ngushtim. Ajo është një pikë interesante se me Google Map ajo është pika 0 e Tiranës me Google Map. Ai kryqëzimi aty është aty njihet Tirana, është pika 0. Do jetë detyrim ligjor që shefi i sigurisë rrugore të policisë duhet të vërë firmën që, ndërsa sot ka thjesht vetëm ta bisedojmë këtë punë. Jo, rruga është edhe pronar rrugës. Rruga dhe tash shko rrugë. Jo, është edhe pronar rrugës, po mirë me qëse trafiku do monitorohet nga policia rrugore, patjetër që erdhi pronar Bashkia duhet të marrim mendimin e specialistëve të policisë rrugore para se të realizojnë ndonjë projekt. A ndodh kjo Lidia? Ka rasti që në kuadrin e bashkëpunimit janë marrë dhe mendime dhe sugjerime në lidhje me... E di pse e them këtë, sepse... Në shumicën e rasteve nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, jo nuk ka ndodhur. Dhe gjunaf që s'ndodh, sepse unë shikoj janë policë që ne jemi rritur, jemi thinjur bashkë me ta, janë
janë burra serioz që kanë ndoshta mbi 10 vjet që ruajnë akset caktuar rrugore. Dhe si e njohin ata trafikun, nuk e njeh askush tjetër. Edhe në zonën e Astirë ka pasur disa projekte, mbaj mend vitin e shkuar, ka pasur disa kërkesa nga drejtoria e përgjithshme e rrugores, po dhe nga drejtoria dhe nga rrugoria e Tiranës, që të ketë një bashkëpunim me ekspertë vjetër të rrugores që ta japin një mendim në lidhje me bikalimet, nënkalimet. Po ta shohësh projektin e Astirit, si zonë, dhe po ta nisim ta çojmë deri tek nga dogana, deri tek fabrika e miellit, aty për shembull ishin dhënë disa materiale dhe disa sugjerime shumë herë më të mira se rruga që është bërë dhe nuk ishin marrë parasysh. Kjo nuk e di pse ka ndodhur, po në atë kohë ka pasur edhe një përplasje mes rrugores, të Tiranës dhe të përgjithshmes, edhe enteve të tjera që kanë vendosur për ta bërë apo për ta vendosur në funksion atë lloj projekti, le të themi. Ka pasur projekte shumë herë më të mira dhe shumë herë më të thjeshta. Islam, kush duhet mbizotrojë në këtë rast? Opinioni kujt? Po, opinioni që duhet mbizotrojë në këto raste duhet të jetë opinioni i ekspertëve të policisë rrugore, do se ka ekspertë që kanë punuar me vite të tëra për shumë në polici rrugore dhe ju njohin mirë trafikun e Tiranës dhe qytetet e tjera, dhe ekspertë sigurisë rrugore në bashkëpunim patjetër me autoritetin rrugor, se ka dhe specialistë autoritetit rrugor dhe nga endi pronar bashkia në këtë rast. Por duhet të mbizotroj mendimi i ekspertëve të policisë rrugore. Ata në ligj. Ata u plakën në rrugë. Pra, ata janë referuar dhe kodit rrugor, mbi qyrjen e legjislacionit rrugore bën policia rrugore, nuk e bën askush tjetër. Do bën një retrospektiv për të parë se ku jemi, po ku kemi qenë. Se duhet parë në fakt se si kemi lëvizur. Krahasimi e bën dallimin, po. Siguria rrugore nga 13 e këtej ka pësuar një përmirësim të jashtëzakonshëm, të pabesueshëm madje mund të them për mua si statistik janë. Se di, po mu kjo vera më trembi me thonë vërtetën, e them realisht bëja humor të me gazetarin ton Lezhë, në grup kur komunikonin thoya, kalonin 2 ditë aty te Jaksi Lezhë, jem puna po apo vërtet ka 2 ditë pa ndodhur aksidente. Vera zakonisht ka më shumë, sepse ka dhe më shumë lëvizje, ka emigrant, ka makina. Por kjo vera këtë herë kishte më shumë viktima dhe më shumë. Edhe Saranda çuditërisht, nuk e di pse Saranda. Saranda është në keq. Saranda shumë keq. Se Fier Levan për shembull është gjithmonë problematike si ja. Jo, po s'ka pas aty, po aty në Saranda këtë vit çdo ditë ne na godet kur dëgjojmë humbi jetën njëri, humbi jetën tjetër. Por statistikat janë statistika. Para në 13-ën, nga 13-a deri 23-shin është dyfishuar numri automjeteve të metar shqiptare. Është dyfishuar numri. Po, e vërtetë. Po thuaj se ka shkuar 1 milion. Ndërkohë që vdekjet dhe plagoset e rënda janë përgjysmuar. Ndërkohë që janë dyfishuar automjetet që mund të shkaktojnë vdekje dhe plagoset e rënda. Për çfarë arsye? Ky është rritur edukata dhe kultura. Jo, janë shumë faktorë, nuk e di, regjia mund të ndihmoj me... Regjia mund të ndihmoj me një grafik që kam për grafiku në lutem. Çdo vit mjetet vinë bën më të shpejta dhe kanë ndryshuar. Çdo vit mjetet bën më të shpejta dhe nuk kanë të njëjtën akselerim edhe reagim në rrugë në krahasim me vitin që ka kaluar. Dhe një pjesë e madhe e mjeteve kanë fuqi motorike krahasim me çfarë kanë qenë. Plus siç tha që sasia e mjeteve ose numri i mjeteve që qarkullojnë krahasim me vjet është dyfishuar dhe normalisht duke qenë këto kushte ne themi që janë rritur aksidente rrugore, por nisur dhe nga strategjia kombëtare për sigurinë rrugore që është 2026-2030 që për llogaritje që na komunikoi. Në 2023 kishim 70 të vdekur për 1 milion banor, mesatarja. Në 2024 e kemi pas 59, aktualisht deri tani flasim për 8 mujoren për këtë periudhë tani, e kemi 46. Pa mesatarisht ne po ta marrim për 3 milion banor, ne kjo është mesatarja, pra ne jemi pothuajse shumë brenda ekuilibrit të BE-s që themi. Në 2023 ne kemi qenë poshtë Kroacisë, Letonisë, Rumanisë dhe Bullgarisë. Okej. Kurse tani thoni ju jemi në shifrat e BE-s. Megjithatë,
prap çdo jetë është rëndësishme, aq më tepër vetëm një pyetje kam unë Islam. Këto statistika që ne i shikojmë edhe në ekran, pra shikojmë që e përmendi dhe Zalosha, përmendi dhe Lediani. Pra kemi një motociklistët e këmbësorët janë. Këto reflektohen edhe në vendet e BE-s, pra këto janë dy problemet kryesore, pra motociklistët e këmbësorët, apo ka një mos përputhje, problemet janë tjera në BE? Po zakonisht njerëzit pastaj do të flas ku ta fokusojmë bisedën. Janë më të pambrojtur, janë qytetarët në shifra them, në shifra. Në shifra në Europë është 20%, gjithë. Jo, flas. Pra, edhe ta Ledion. Motociklistët e këmbësorët janë problemi jonë sot. Edhe në BE Në BE vetëm 20% gjithsej motociklistë të vdekjeve janë 80% të vdekjeve janë automobilist, me fjalë njerëz, o që janë duke drejtuar automjetin nëse pasagjer. Kurse ne, dohën, këtë vit është merë, 60%. Vjetë për shumë ishin 66% të gjithë vdekjet. Të të gjithë vdekjet. Pra problemi janë këmbësorët dhe mjetet me dy rrota, që ta fokusojnë. Edhe nuk i respektojnë rregullat çarkullimit. Ja, pra ne vëdhem. Shkoj publicitet dhe e fokusojnë bisedën pikërisht tek problemi. Problemi sa duhet janë këmbësorët, patjetër që ne dimë që është problemi vjetër, dhe mjetet motorike me dy rrota. Ky është një problem i ri dhe modern. Ne rikthehemi pas pak.